Me rrym kanë quar drejt krizës fushat e druve në Prizren. Sahid Bajrami nga Pirana thot se ka 26 vjet që biznesin e tij e ushtron me shitjen e druve, por këtë vit ai thot se ka arritur në pikën më të ulët të shitjes. Jemi parambyllës si biznes. Total jemi parambyllës. Këtë vit po e tham diku 70% ka ra puna. Plus problemin më të madh kemi se këtë vit as letra nga ana pylltarisht nuk e ka lëshuar. Sipas Sahid Bajramit, banorët që jetojnë në qytet kanë më shumë interes të blejnë dru se sa ato në fshatra. Fshatën bo ma zotni, qyteti blejnë edhe ato 2-3 metra, do të thotë nëse ka marrë për para 10 metra, ta shë merë 5. Nëse ka marrë 5, ta shë merë 2-3 edhe s'ka zgjonë. Do të thotë, unë kam pas për shumë për para, kam pagu 50.000 dhe 7.000 kam pagu të vëshë, e kam pagu shtetit, ta shtë jam blokadin. Në një tjetër biznes të këtij lloji, hallet janë pothuajse të njëjta. Dajmukaj që me dekada merret me blerjen dhe shitjen e druve, thot se këtë vit veç 30% të druve ka arritur t'i shes, ndërsa ky vit është i fundit me këtë biznes familjar. Ko punë të çmimi. O të puna si tash dojmë moderne, për kush s'po dojmë drume. Duhet të kalunë mo. Jetë e kalunë mo tash. Veç për çef, kush merr 1 metër, thot veç të du më nxej me pa flok. Për çef se kështu më ngroje shumë pak marrin. Ja, me përfundim se unë e kom një djalë një vajzë, 2 më kanë dalë jashtë, vllavi ka 2 i kanë dalë jashtë, që kanë kryq shkollën, fakulteti kanë kryer dhe kanë dalë jashtë. E transportuesi i druve Nesim Mazreku nga Mamusha ka frikë se tani mund të ngelet pa punë. Veç kësaj puna, a bën ndonjë punë tjetër? Jo, veç kësaj punës. Pak janë të shit drunë, shumë pak. Shumë pak janë të shit. Ma shumë me rrymë e kanë bo, me pelet e kanë bo. Blerësit janë shumë të rrallë që shihen në fushat e druve, e ata nuk kanë dëshirë të flasin as për çmimin e as për mënyrën se si ngrohen në stinën e dimrit. Dikur, sipas shitësve të druve, radha për të furnizuar me dru ishte shumë e gjatë, e punëtorët gati e gdhinin për t'i bërë gati kërkesat e shumta të qytetarëve për druzjarri.